Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot kam vendosur të flas për një nga temat e mëdha, e cila është në fokus prej kohësh. Në dimensionin global, botës i mungon paqja, por edhe në dimensionin personal, familjar, njerëzit janë në kërkim të paqes. Fatkeqësisht, shumica prej nesh e kërkojmë paqen, qetësinë, mungesën e stresit dhe të depresionit në vendin e gabuar. Bibla shpall që mendjes që pushon tek ti, pra tek Zoti, t'i erua në paqe të përsosur. Një profeci nga libri Isaias kapitulli 26 vargu i 3. Është e vërtet, ka shumë njerëz që kërkojnë paqe, por shumë pak që e din ku ta gjejnë. Për këtë arsye kam vendosur të flas pikërisht ku ta gjeni paqen. Bota na mëson ta kërkojmë paqen tek kontrolli, tek siguria financiare, tek komforti, tek suksesi. Por fjala e Zotit thotë diçka tjetër, paqja nuk vjen nga rrethanat, por nga mendja që pushon tek Perëndia. Sot dua ta vendos këtë mesazh në qendër të historisë, në jetën e një gruaje të jashtëzakonshme me emrin Florence Nightingale. Ajo jetoi në shekullin e 19 dhe është themeluesja e infermierisë moderne. Por kjo grua nuk ishte thjesht një profesioniste e mirë, ishte një grua e thellë, shpirtërore që jetonte në lutje dhe në varësi nga Zoti. Në kulmin e luftës së krimes, Florenca u përball me kushte njerëzore. Smundje, vdekje, kaos, mungesë mjetesh, presion ekstrem psikologjik. Megjithatë, ata që e njohën këtë grua dëshmonin se ajo kishte një qetësi të pazakontë. Ajo shkruante në ditarin e saj: Zoti është paqja ime në mes të stuhive të jetës. Florenca nuk ishte paqe sepse gjithçka ishte në rregull rreth saj, por sepse mendja dhe zemra e saj ishin të ankoruara tek Zoti. Filozofi Blaise Pascal do të shkruante: të gjitha fatkeqësitë e njeriu të burojnë nga paaftësia e tij për të qëndruar i qetë në një dhomë vetëm. Sepse në vetmi, pikërisht aty dalin frikrat tona, pasiguritë, boshatisja e jetës. Por për besimtarin e vërtet, vetmia mund të bëhet vendi i paqes, sepse aty besimtari takohet me Zotin. Ti e ruan në paqe ata që kanë mendjen që pushon tek ti. Isaia nuk thotë ti ruan në paqe ata që kanë jetën të lehtë, as ti ruan në paqe ata që kanë gjithçka nën kontrollin e tyre. Por ti o Zot ruan në paqe të përsosur atë mendje dhe zemër që pushon tek ti. Ndaj miq, paqja nuk është mungesë shqetësimesh, problemesh, por prania e Zotit në zemër dhe në mendje. Florenca punonte mes vdekjes të plagosurve, mes luftës, por mendja e saj pushonte tek Zoti, prandaj ajo nuk u thye. Nuk u doj shpirtërisht. Ajo bë burim shprese për të gjithë. Kjo është sfida edhe për ne sot. Ku pushon mendja jon? Tek lajmet, tek frika, tek pasiguria, tek e ardhmja, tek njerëzit apo tek Zoti? Sepse ajo pushon atje ku pushon prania e Zotit. Aty formohet dhe paqja jon. Ndaj nëse mendja jon pushon tek rrethanat, paqja do të jetë e paqëndrueshme. Nëse mendja jon pushon tek njerëzit, paqja do të jetë e përkohshme dhe e brisht. Por nëse mendja jon pushon tek Zoti, tek fjala e tij, tek premtimet e tij, paqja do të jetë e përsosur. Sot miq, Zoti na fton të marrim 3 hapa të thjeshtë. Ndal për një moment, mos lejo që shqetësimi të kap mendjen tonë dhe mendja të vrapojë gjithë ditën pa drejtim. Së dyti, drejtoje mendjen, udhëhiqe, vendose me vetëdije tek fjala e Zotit, në lutje. Së treti, lëre mendjen tënde të pushojë, jo si një arratisje, por si besim. Zot, unë e di, ti po kujdesesh. Miq, paqja nuk vjen kur ndryshon bota. Mbase bota nuk do ndryshojë asnjëherë, mbase gjërat në këtë jetë dhe në botën tonë do të qenë keq e më keq. Por paqja vjen kur mendja jon lidhet me Perëndin përmes një zemre që beson, dhe kjo shtesa ime për të gjithë ju. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur, ne shpesh e lejojmë mendjen të endet në frikë, në ankth, në pasiguri. Na fal që kërkojmë paqe në vendet e gabuara, që nuk mund na japin dot. Sot ne zgjedhim të pushojmë tek ti me anë të besimit, të mbështesim mendjen dhe zemrën në fjalën dhe premtimet e tua, të dorëzojmë barrat tona në duart e tua. Mbaj mendjen tonë në paqe të përsosur, jo sepse jeta është e qetë, por sepse ti je besnik i mirë, i dashur dhe i besueshëm.
Bekoj gratë dhe burrat që po ndjekin këtë ditë dhe jepi paqe për mendjen. Rrethoj me të mirat e tua dhe udhëhiqi në rrugën e drejtë. Në emrin e Jezusit. Amen. Paqe për ju miq, mezi pres ju takoj sërish nesër.